Fisnik Aslani po kalon një sezon të shkëlqyer me Hoffenheimin, sot shënoi dhe asistoi ndërsa ekipi i tij fitoi në transfertën e Heidenheimit me rezultatin 2-4. Aslani asistoi fillimisht me thembër në minutën e 26, më pas goli personal erdhi për rezultatin 0-3 në fillimin e pjesës së dytë. Hoffenheimi mban vendin e tretë dhe vazhdon të ndërrojë pjesëmarrjen në Champions League. Aslani si protagonist i ekipit regjistron 8 gola dhe 5 asist në Bundesligë.